Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për komunën e Obiliqit, Xhafer Gashi, ka njoftuar se është tërhequr nga debatet televizive gjatë garës për balotazh ndaj kundër kandidatit të tij, Halil Thaçi, nga rradha televizjes Vetvendosje. Gashi me anë të një shkrimi në Facebook ka përdorur për arsye tim gjuhën denigruese dhe të pavërtetat e Thaçit, duke thënë se është i gatshëm të diskutojë vetëm për programin e tyre qeverisës. Nisur nga përvoja në debate televizive me përballje të kundër kandidatit, gjuhës denigruese dhe të pavërtetave që thuhen pa u skuqur fare para qytetarëve, edhe kur faktet prezantohen përballë kamerave, duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, deklaroi se të riqem nga debatet e këtij niveli me të vetmen arsye mos ofendimin e qytetarëve të mi, të cilët më besojnë e mbështesin tani e 12 vite, pikërisht për shkak të transparencës, besimit, bashkëpunimit dhe zhvillimit që së bashku i kemi bërë komunës tonë, pa asnjë aferë korruptive e me shumë vende të para e donacione të projekteve madhore e jetike për Obiliqin, thëndër të tjera ai. Prandaj nga sot jam i gatshëm të paraqitem në çdo medium televiziv, përballë analistëve e madje edhe me audiencën e qytetarëve, për të biseduar e prezantuar programin ton qeverisës, në të cilin qytetarët besojnë e kanë të qartë se çdo premtim i yni është jetësuar së bashku me ta, shtoi Gashi në reagimin e tij. Xhafer Gashi i LDK-s u bë viral në rrjetet sociale pasi përgjatë një debati televiziv nuk ishte në dieni nëse partia e tij kishte ngritur kallëzim penal për keqpërdorimet e bëra në konkursin e Kekut.